Sherr mes të rinjve shqiptar në Greqi plagoset me thik 17 vjeçari. Një incident ka ndodhur në zonën e Vardas të Ilias në Greqi, ku një shtetas shqiptar 17 vjeçar është sulmuar me thik nga një 21 vjeçar shqiptar. Pas ngjarjes, 17 vjeçari u dërgua në infermierinë e Pirgos, ku ju nënshtrua një operacioni të gjatë, i cili përfundoi me sukses. Gjendja shëndetësore të plagosurit pas operacionit është e qëndrueshme dhe duket se i riu nuk është më në rrezik për jetën. Lidhur me shkaqet e ngjarjes, 17 vjeçari dhe i dyshuari 21 vjeçar janë takuar për të zgjidhur një çështje personale lidhur me mosmarrveshjet financiare. Gjatë takimit, 21 vjeçari ka nxjerrë thikën që kishte në posedim, duke e goditur në pjesë të barkut 17 vjeçarin. 21 vjeçari është arrestuar menjëherë nga policia. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.